Ngrohja dhe modernizimi i ndërtesave në Gjermani jo vetëm që janë shtrejtuar shumë vitet e fundit, por së fundi ka pasur edhe probleme të mëdha edhe për shkak të një ligji të miratuar në kohën e qeverisë së kaluar Scholz, ku kërkoheshin standarde të posaçme për ruajtjen e klimës. Por me 10 korrik 2026 është miratuar një ligj i ri për modernizimin e ndërtesave dhe vendosjen e sistemeve të reja të ngrohjes që duhet të dinë të gjithë ata që kanë apartamente apo shtëpi, por edhe qiramarrësit. Me ligjin e drejtaneshëm, çdo sistem i ri i ngrohjes është dashur të funksionojë me të paktën 65% energji të rinovueshme. Ndërsa me ligjin e ri, ky detyrim shfuqizohet, pra nuk ekziston më. Me ligjin e ri mundsohet për zgjedhja e teknologjisë sipas dëshirës, që do të thotë se pronarët e shtëpive dhe banesave mund të vendosin vetë se çfarë sistemi të ngrohjes mund të përdorin, mund të vendosin, përfshirë këtu edhe pompat për ngrohje, pastaj ngrohjet me gaz apo dhe ngrohjet me naftë. Ngrohjet me gaz apo me naftë lejohen edhe në të ardhmen pa fije problemi pra. Por e gjitha kjo nuk do të thotë se Gjermania ka hequr dorë tërësisht nga synimet për ruajtjen e klimës. Prandaj, me ligjin e ri, parashikohet një sistem i quajtur bioshkallë. Pra, çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë që edhe sistemet e ngrohjes gradualisht duhet të shkojnë në drejtimin e përdorimit të sistemeve miqësore me klimën. Ndaj, synimi afatgjatë mbetet në fuqi, pra që sistemet të jenë miqësore ndaj klimës, më konkretisht kjo do të thotë që nga viti 2029 të paktën 10% e energjisë në sistemet e ngrohjes duhet të vijë nga energji të ripërtrishme. Nga viti 2030 kjo rritet në 15%, ndërsa nga viti 2035 në 30%. Më në fund, nga viti 2040 duhet të mbërrijë nivelin e sistemeve me 60% energji të ripërtrishme, e qëllimi final është që sistemet e ngrohjes në vitin 2045 të jenë plotësisht neutrale ndaj klimës. Ndaj, a ja vlen që tani të vendosësh një sistem me gaz apo me naftë kur dihet që deri në vitin 2045 sistemet duhet të jenë neutrale ndaj klimës. Me një fjalë, ligji i ri lejon përdorimin e të gjitha burimeve të energjisë, por synimi kryesor është që brenda rreth 20 vitesh të jemi neutral ndaj klimës, e ju vendosni pra vetë se cila është zgjidhja më e mirë për ju. Kuptohet? Nëse duhet të vendosni sisteme të reja për ngrohje, apo nëse duhet të bënin modernizimin e ndërtesave. Ndryshe, ligji i ri sjell edhe një lehtësim për qiramarrësit, sepse në të ardhmen kostot shtesë si çmimi për dioksidin e karbonit për shembull, ose për tarifat e tjera shtesë do të ndahen mes qiramarrësit dhe qiradhënësit. Organizatat mjedisore, në veçanti ato ekologjiste, nuk janë të kënaqura me ndryshimin e ligjit, por ky është një problem politik i cili neve me siguri që nuk na intereson edhe aq shumë, të paktën jo në këtë kontekst. Shpresoj që nuk e komplikova tepër, por këto janë ndryshimet kryesore të ligjit për modernizimin dhe për ngrohjen. Pra, lejohen të gjitha burimet e energjisë, por deri në vitin 2045 duhet të jemi neutral ndaj klimës. Këto janë pra informacionet e fundit nga ky ligj. Unë ju falenderoj shumë që jeni me mua dhe mos harroni ta shpërndani këtë video dhe të abonoheni në kanalet e mia, sepse kështu ju vijnë me kohë të gjitha informacionet. Faleminderit dhe mirupafshim.